Një hetim i prokurorisë së Lezhës për veprat penale, shpërdorim detyre dhe ndërtim pa leje është finalizuar me caktimin e 9 masave sigurie për zyrtar dhe ish-zyrtar të institucioneve të ndryshme lokale, përfshirë kadastrën e Lezhës, Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë e Shtetit. Sipas burimeve për Pjetër Tucin, i cili dyshohet të jetë përfituesi i pronës, është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për 5 të tjerët është dhënë masa e sigurisë arrest në shtëpi. Ata janë Gentian Malotaj, ish-drejtori i kadastrës së Lezhës, Artur Shabaku, ish-shef i sektorit të legalizimeve dhe zyrtarët e kadastrës, Admir Maxhuni, Luiza Bala dhe Hekuran Gjina. Ndërkohë, 2 ish-drejtues të IKMT-s, Flor Gjini dhe Kol Malaj, janë ndaluar të dalin jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa polici zonës së Shëngjinit, Martin Ndoka, është pezulluar nga detyra dhe është ndaluar dalja jashtë vendit. Masa e sigurisë së caktuar nga gjykata janë ekzekutuar nga policia e Lezhës, ndërsa hetimet janë drejtuar nga prokuroria Iva Harka dhe sipas burimeve çështja lidhet me ndërtimin në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, ku dyshohet se është jetërsuar prona, ndërtuar pa leje dhe më pas legalizuar në mënyrë të parregullt.